Në më pak se një orë pritet që Kryeministri Edi Rama të mbledhë emergjenca civile si dhe ministrat e linjës përkatëse, konkretisht Ministrinë e Energjetikës, Ministrinë e Brendshme, ato të mbrojtjes të financave, si dhe të bujqësisë, si dhe përfaqësues të tjerë të emergjencave civile për të diskutuar në lidhje me paketen mbështetëse për të dëmshpërblyer të gjithë familjarët e prekur nga përmbytjet të paktën që janë shënuar gjatë 4 ditëve të fundit. Megjithatë, pritet që të ketë detaje pas përfundimit të mbledhjes me emergjenca civile nga vetë Kryeministri Edi Rama, të paktën lajmi u bë i ditur ditën e dieshme nga zëvendës Kryeministre Belinda Balluku, e cila tha se qeveria do të përgatisë një paketë mbështetëse dëmshpërblim për të gjithë qytetarët e prekur nga përmbytjet. Ajo madje tha për takimin e sotëm ku i atriboi të gjitha vlerësimet le të themi Kryeministrit Edi Rama sa i takon planit të masave ndërmarrë. Nga ana tjetër, kampi i opozitës ka hedhur akuzë ndaj Kryeministrit Edi Rama për keq menaxhim të emergjencave civile. Ato madje i kanë kërkuar përmes një shkresë publike, në fakt i kanë ku vetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike përmes një shkresë qeverisë i ka bërë të ditur ku i ka kërkuar për të shpallë fatkeqësinë natyrore të paktën për 7 qarqe të vendit, Durrës, Lezhë, Elbasan, Shkodër, Gjirokastër, Vlorë dhe Fier, konkretisht 7 qarqet më të prekura